Kam rreth 2 dekada që udhtoj në çdo cep të vendit tim. Nuk ka gjë më të vyer se njerëzit e mirë dhe të ndershëm të këtij vendi. Ata janë kudo, në qytete dhe fshatra, por zëri i tyre ndihet gjithmonë shumë pak. Një fjalë mirë, një shtrëngim duarsh, një përqafim, nuk ka pasuri më të madhe se këto. Sytë e nënave të mbushura me mall për bijtë e larguar, baballarët që ndihen të pafuqishëm, pragjet e vetmuar, portat bosh, drynët e rënd, rrugicat, shkollat, bankat e boshatisura, vetmia, sa shumë mundësi ka vendi im, vendi ynë dhe sa pak dëshmohet për njerëzit e zakonshëm. Te shqiptarët e ndershëm ka dashuri të vërtet. Ata meritojnë po të njëjtën dashuri, respekt dhe mbështetje. Ata janë padyshim pasuria më e madhe që kam. Një herë në 4 vjet, portat e tyre trokiten për premtime. Pastaj për shumë gjatë mbizotron vetëm heshtja e tyre, që nuk duan vendin, por vetëm interesat e tyre.